Roli kompanisë mbikëqyrëse në këtë projekt. Menaxheri i projektit, ka qenë menaxheri i projektit, që nuk kupton edhe këshilltar financiar dhe operativ dhe ligjor. As komiteti ndërministror, as ministri, as kërkush nuk ka drejt me te kalu kompaninë mbikëqyrëse. Roli kompanisë mbikëqyrëse në këtë projekt, përgjithësi pikat shkurte, çfarë roli ka pas kompanisë? Menaxheri i projektit, ka qenë menaxheri i projektit, që nuk kupton edhe këshilltar financiar dhe operativ dhe ligjor. A ke mundësi me na sqarojë këtë situatë? U desh më dirë kjo marrëveshje pa pasur financë? Tash në aspektin e një menaxheri nuk ish dashur. Në aspektin e një drejtuesit të ministrisë. Në aspektin e menaxherit nuk është deshme. Nuk është dashur. Për arsye, Vetëm e para ashtu që kam thënë, as komiteti ndërministror, as ministri, as kërkush nuk ka drejt me te kalu kompaninë mbikëqyrëse. Pyetjen e dytë nëse ban? po se si. Për të parën kur asnjëherë nuk ka pas neglizhenca, edhe ashtu siç e kam thënë, Bektelli ka punu as sa ka pas buxhet të madh. Nuk ka asnjë rast që Bektelli ka bërë kërkesë për një pagesë për punë që i ka kry e që nas kemi gjitha janë të evidentuar edhe në raportet financiare të qeverisë. A keni mundësi me na sqarua se u përfituar kjo aneks? Ka qenë kërkese edhe e punëkrysit edhe e bashkëpunim me Hill International, me mbikëqyrësin e punimeve, që nuk kemi me mund me nda buxhet për që me kry në fatin kontraktual për 42 muajve, që vetëm një zgjidhje ka qenë që me zgjata fatin e përfundimit punimeve. Në korrekt të vitit 2014, kontrollta me kompaninë Hill është nënshkruar në tetur të vitit 2014. Ju keni filluar mandatin në tetur 2014. A keni mundësi me na njoftuar çfarë gjendje keni gjetë zbatimin e kësaj kontratës? A ka filluar? Po besoj vetëm punë përgatitore kanë qenë. Përgatitore. Nuk jam i sigurt, megjithatë ata kanë pas buxhetin e ndonë, që dihet që nuk kanë mund me shfrytëzu këtë buxhetin që ka qenë para pa për atë vit. Për vitin 2014 po. A ka ndodhur gjatë menaxhimit tuaj, si ministrit, këtë projekt me do për ndonjë projekt tjetër? Këtë vijë buxhetore që është ndonë për këtë projekt, me kalu për një projekt tjetër? Jo, nuk ka pas mundësi kur, bile e kundërta ne kemi. Ndodhja e buxhetit për këtë projekt, me pas mundësi me kalu për ndonjë projekt tjetër, përgjigja është se nuk ka pas mundësi kur me. As mundësi ligjore, nuk keni përpos që na kemi bënd alokime të reja për me kry sa ma shumë, për me do sa ma shumë për autostradë. A keni pas kërkesë nga operatori ekonomik Bettellinka për ndonjë kost trashëgimisë financiare? Se rasti konkret që jemi thamë? Vetëm kur ka ardhur rasti për me vazhdu kontratën, tjetër herë jo. Për me zgjata fatin e përfundimit të punimeve, jemi të qartë. Ka qenë kërkesë e përgjithshme me një kosto që ata e kanë vlerësu, tash nuk mund mas dhe vete me ditë me punim nuk po një sakta, ka qenë 25 milion apo 26 milion. Si ka ecë procedura, kush e ka vlerësuar këtë kosto? Jo, ata kanë bërë kërkesë për kostot tyne, na kemi insistu si komitet ndërministror që respektojnë vetëm kontratën, ajo që edhe kemi bërë aneks kontratën, e kemi propozu nga 1 milion. E që ka qenë natyrisht përputhje me rekomandimin e Hill International, që s'mundën. E ka vlerësuar kompania mbikëqyrëse? Jo, e ka pas shkresën dhe në konsultim me ta, nuk kemi hy në analizat saj hiq, për shkak se ka qenë kundërshtim me kontratën, s'kan mujt me dokumentu kostën e tij. Po, përvojiston. Tash. Të mos komentoni, keni drejt me vopritje vazhdimsi, po? Ta shumë për të regoj rastin tem pa paragjyku që është dasht
Po, ne kemi ajo që thash, ne kemi pas kërkesën, e kemi drejtuar kërkesën te mbikëqyrësi te Hill International, sepse ligjërisht vetëm ai është përgjegjës, vetëm ai mundet me përcaktuar. Kërkesën që ju thash për 25 apo 26 milion. Vetëm na tregoni edhe një herë si keni ardhur te ajo pagesë. Propozimi për atë pagesë. Se nuk është pagu shumë ka propozim. Ka qenë propozim. Ka dhënë një avokat. Po i çara e di që ti ka di. Po s'po fol po atë rregullën ty ja. Unë pa fol. Do të thotë komplet prokurorit se dha avokatë, komunikimi mes vetësh i ndaluar. Ato që e përmenda më herët, Hill International e ka bërë vlerësimin e tillë e që bazohet në kontratë. Sipas aneksit financiar, nëse nuk gaboj prapë, se 10 vjet gati janë bërë. Kontratës, Vetëm pa ka dhënë. sipas kontratës dhe aneksit të saj, ka qenë e përcaktuar që dëmi nëse zgjatet kontrata, do të me u pagu 1 milion euro në muajt. Në sens nuk ka qenë dëm, por ka qenë mbulim i kostos për mbajtjen e personelit, qirave e tjera. Personelit, qirave, gjitha me mbulu kostën e shpenzimeve operative të tyne, për shkak shtymjes së afatit punimeve. Kërkesa ka qenë që me vazhdu, domthonë për 11 muaj disa ditë, s'jam i sigurt 11 muaj e disa ditë, por ma pak se 1 vjet e di. Tash ka 1 milion në mujt, ajo ka, nëse 1 milion herë 11 muaj e diçka, është 11 milion e s'pëdi, 300-400.000 euro, që ashtu i ka radhë diçka. Edhe komponente e dytë ka qenë performanca e garancioni performancës. Që prapë si pas kalkulimeve të Hill International ka qenë 1 milion diçka ka qenë. Të dyja shumat kanë bën 12 milion e gjys. 12 milion e 500.000 pa... Veç mandatorit të shkëndose. 12... Si pas kalkulimeve, vlera e tjetër të... Ka qenë 1 milion e 100.000. Domthon shtyrja e garancionit të performancës. Shtyrja e garancionit të performancës. Që kur janë mbledhur, kanë kriju shumë prej 12.5 milion, 12 milion e 500.000 euro pa të vëshë. 12 milion e 500. Nëse i shtohet 18% të vëshëja, atëherë bëhet 14 milion e 780.000, që ashtu, në 15 milion ka qenë po. Me qenë se i të fa prokurorët, Pa tjetër, me përsëri, tashti kjo llogaritja, zgjatja, marrëdhënia marrëveshjet për zgjatje, me intervalin kohor me shifrë, me komplet duke i referuar aneks kontratës dhe kontratës bazë e datës shtator 2017 në shkruar Ministria e Infrastrukturës së Padurit prezent si operatori ekonomik të politika. O deshme të kaluar të shifra. Nuk të kaluar që të shifra, të zgjatje për një muaj. Jo, se prap një të nësho, ajo ka qenë zgjatje, nuk ka qenë, ajo për sqarim, ka qenë kosto e zgjatjes afatit punimit, jo kosto që ju ka shkaktu atyre. Po, me që atë i takon qeverisë. Ato e ceka, që i vjet një autoritet ligjor, por me bo një vlerësim tillë është mbikëqyrësi.